Takimet të shpeshta së paku 2 herë në javë po bëhen për shndrimin e koalicionit Vlen në një parti politike. Kështu thot kreu i lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili potencon se nuk është çështje vetëm e kryetarit të partisë, por edhe strukturimit të përgjithshëm të kësaj partie. Është një proces kompleks në cilin e po bisedojmë gati se më kisha thënë spaku 1 herë 2 herë në javë. Këtë javë kishim takimin e fundit dhe për edhe brenda javës, më thonë deri në fund të javës është parapar takimi i radhës. Bisedohet edhe për çështjen e leadershipit, por edhe për çështjen e strukturimit të Vlenit deri në, domethënë, komplet si një strukturë politike. Kasami tha se nuk janë vetëm 4 partitë kryesore, por se Vlen mendon se strukturimi duhet të bëhet edhe me konsultet e tjera, si me partitë e reja dhe individ tjerë që dëshirojnë të bashkohen Vlenit. Nuk është një çështje e thjeshtë që me një vendim administrativ të kryetarëve do të ishte zgjidhur, duke pasur parasysh edhe faktin që bëhet fjalë për spaku 4 subjekte politike, plus edhe vetëvendosja si pjesë e Vlenit, që po ashtu bëhet fjalë për një koncept politik që duhet inkorporuar brenda Vlenit. Së fundmi kemi pjesë të Vlenit edhe lëvizjen Arbëria, pra ne duam që gjithë këto të inkorporohen në idenë e Vlenit, për më shumë që duam që kjo të jetë edhe një mundësi e hapur edhe për individ të tjerë apo faktor të tjerë të rëndësishëm që edhe ato të shohin pjesën brenda Vlenit. Pra nuk duam që në mekanizma administrativ ta mbyllim çështjen e Vlenit, të zgjidhim problemet se kush do të jetë lideri, si do të jetë ndarja poshtë dhe kjo të jetë mbyllja apo përfundimi i idesë së Vlenit. Vlen lindi si koalicion para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2024, arriti të konsolidohet në një koalicion mes lëvizjes Besa, lëvizjes demokratike, alternativës dhe aleancës së shqiptarët të Taravarit aso kohe. Pavarësisht rezultatit jo shumë të favorshëm në zgjedhjet parlamentare, në zgjedhjet e fundit lokale, Vlen doli fitues në shumicën e komunave me shumicë shqiptare.